Po takohemi sot me një rrëfim jete tepër të trishtë. E quan nënën e saj borxhlie sepse dikur I ka dhënë një borxh me lek dhe nëna nuk ka mundësi t'ia kthen. Dhe sot raporti nënë dhe bi ka përfunduar gjithmonë. Bia nuk e njeh nënën e saj për nën, ka hyrë leku në mes dhe kjo familje është shkatruar. Këtë rrëfim e ka shkruar kjo nën me lot në sy, me shpirt të dhimbsur dhe me shpresë se ndoshta një ditë e bia do ta kupton që përpos nënës nuk ka njeri tjetër që e do më shumë në botë. Nuk ka dhimbje më të madhe për një nënë se sa të dëgjoj fëmijën e vet t'i thotë: ti nuk je më nën. Ti je borxhlie. Këto fjalë më kanë ndjegur më shumë se çdo sëmundje. Më kanë plagosur më thellë se çdo thik. Ishte një ditë e ftohtë janari, kur e ndjeva si jeta ime kishte ndryshuar përgjithmonë. Jetonim me vështirësi. Pensioni im I vogël mezi mjaftonte për ilaçet, dritat edhe bukën e gojës. Vajza ime, ajo që unë e kam rritur me duart e mia, që e kam mbajtur në krahëror me net të tëra pa gjumë, më pa një ditë edhe më tha: mami, po të jap disa para, kthemi kur të mundesh ti. Nuk doja. Unë ndjeva tepër keq. Por ajo këmbënguli. S'është borxh, më thonte, është ndihmë. Ma tha këtë gjë me një zë tepër të butë. Ashtu si dikur kur ishte e vogël dhe më përqafonte për të më qetësuar. Mora disa para prej saj vetëm për të paguar qiran edhe ilaçet. Imagjinoni për çfarë borxhi bëhet fjalë. I premtova se do t'ja ktheja. Ndoshta në muajin tjetër. Por muaj tjetër erdhi dhe shkoi. Pastaj tjetri. Dhe sërish unë mbeta me duart bosh. Fillimisht, ajo më merrte në telefon çdo ditë. Flisnim gjatë, më tregonte për punën, për jetën e saj, për planet që I kishte në jetë. Por me kalimin e kohës, zëri I saj filloi të largohej. Tohej tepër. Nuk ishte vajza ime që unë e kisha raportin me të. Një ditë mora guximin edhe I thash: Bi, e di që të kam borxh, por më jep pak kohë se nuk kam nga t'i nxjerr ato para. Mbaj mend që në anën tjetër të telefonit dëgjova vetëm heshtjen. Pastaj një frymëmarrje të rëndë dhe fjalët që më rrëzuan për tokë. Ti nuk je nën, je një borxhlie që më mashtron, ma tha bia ime. Aty, në atë moment, zemra mu qa. Nuk fola, nuk arrita dot as të qaj me një herë. Vetëm e ndjeva trupin të më dridhej, si kur gjaku të më ndalej në damar. Ajo mbylli telefonin dhe qatë ditë nuk më foli më kurrë. Netëve rizgjuar. Shikoj nga dritarja dhe mendoj për të. Sa herë që frynera mendoj mos vallë, ajo është jashtë.
a mos është ftohur, a ka ngrënë. Edhe pse është rritur në sytë e mi, ajo është ende vajza ime e vogël. Ajo që mua më thoshte mami mos qaj. Unë do të blej një shtëpi të madhe kur do të rritem. Tani ajo më ka bllokuar kudo. Nuk më përgjigjet në mesazhe, nuk më hap derën kur shkoj te shtëpia e saj. Kam shkuar disa herë me trasta në dorë vetëm për ta parë nga larg. Mbaj mend një herë më pa nga dritarja që nuk e haroj dot, edhe u fut brenda, pa më thënë asnjë fjalë të vetme. Atë mbrëmje ula të shkallët e pallatit edhe qava si fëmijë. Lotët më rrithnin pa pushim. Një fëqin kaloi dhe më pyeti çfarë kisha. Po s'munda të flas. Si ti thoja që vajza ime, mua më quan borçlie. Kur e kujtoj si e rita, më duket sikur gjithçka ishte kot. Kam punuar ditë edhe natë, që asaj të mos i mungonte asnjë gjë. Kam hequr dorë nga rrobat e reja, nga bukët e ngrohta e nga pushimet. Vetëm që ajo të mësonte të kishte jetën që unë nuk e pata kur. Kur ajo së mure i ria tër natën zgjuar me të. I vija kompresa në ball, i lutesha Zotit të mos ma merte, edhe tani ajo më ka marrë shpirtin në heshtjen e saj. Çdo mëngjes ndes qiri para ikonës dhe i lutem Zotit, Zot, mos ma merr vajzën ma kthe në zemër, mos e let më haroj plotësisht. Në çdo frymëmarrje përmend emrin e saj. Në çdo lutje i kërkoj Zotit që ajo ta ndjej dashurinë time dhe nëse s'më flet më. Nuk e dua borxhin, s'më intereson, as para, dua vetëm një përqafim. Një më fal mami ose qofte edhe një si e heqi më fal. Do t'ja ktheja çdo qindark nëse do të mundesha. Do punoja ditë edhe natë, do shisja gjithçka që un kam vetëm për ta pasur sërish afër. Por ajo nuk do asgjë më nga unë, as parat e as dashurinë. Sot jetoj vetëm. Një filxhan kafe, një karige e bosh përballë dhe një fotografi të saj mbi tavolinë. Kur shikoj fytyrën e saj në foto, ndjej si më mbushet zemra me dhimbje e madhe. E puth fotografin dhe i them me zë të ulët. Bi, mund të më quash si të duash. Mund të më thuash borçlie, por për mua ti je gjithçka që kam. Edhe nëse nuk më flet, unë do të dua deri në frymën e fundit. Pastaj mbyll syt dhe shpresoj që ndoshta një ditë dera do të rokasë. Dhe nga ana tjetër do t'jetë ajo. Ndoshta atëherë do qejmë të dyja bashkë. Unë për dhimbjen, ajo për pendesën. Deri atëherë do t'jetojmë me kujtimet, me borxhin e dashurisë që asnjë para në botë nuk e shlyen dot atë borxh. Unë me 2 fjalë dua të mbyll këtë histori për t'i çuar mesazh kësaj vajzës, pa marrë parasysh se ç'a borxhi ka nëna jote, leku nuk ka vlerë më shumë se nëna.